përshëndetje. O, mirë mbrëma. Mirë se erdhët, mirë se po vini, përshëndetje. Përshëndetje gjithve, qysh ju kam? Përshëndetje, Fadili. A je mirë? Enkelida, përshëndetje. A jeni mirë, qysh jeni, qysh po kaloni, Dudi, përshëndetje. A jeni lodh, si keni kalu sot? Ende nuk e di se prej cila veneve më ndjekni, ku jetoni, për cilave të vene. Përshëndetje, Dona, mirë se erdhe. A jeni mirë, a keni me më tregu diçka, po jo, me mrama, Alma. Shpresoj se një të kalu mirë shumë keq, punë të mbarë mirë shumë, qysh ke kalu ti? Unë e mirë, kom kalu, sot nuk kom bo shumë, punë. Ko ka njëherë edhe këto ditë që duhet jesh më marë pak ma shumë me vetën. Fadil ti ka po gjindesh, qka e ty bo? A ka ndo një punë të reja, apo joa? Ardita, përshëndetje. Grisa apo Grisha? Qka po të regoni njerëz doshun, a jeni mirë, ne qka tre, qysh po ndiheni, a jeni të përmbajt sfides a jo, a jeni të mujt, a jeni dërzu, a e keni lonë. Edhe sot këm thonë që s'ko me zgjat shumë, Shqipëri, Lesh, okej, nga ky qytet të ndjekun, okej, përshëndes shumë atje në Shqipëri, pra në Lesh. Në mbrëma fiqërie, unë të shikoj nga Gjermania, përshëndetje në Gjermani. Violeta Bajraleu, nga jeti zemër. Grisha, ti mu dok që ke nga Zvica, mos dyshofsha. Iliriana, përshëndetje. Nga të kemi ty, Ilirian? Qysht kena fiqi, unë pak e lodhur, jam tu u bë gati me shku të motra në Gjermani. Ani tash dush me qenë e lodhë, tash dush me qenë full energji. Sa mirë, kur pas ke me shku? Nga Zvicra, okej, më murmenja që jenë nga Zvicra. Unë jam nga Franca, përshëndetje në Francë. Pra gjishtë se di heq. Nga Zvicra, Iliriana, sa mirë. Internetit, a përshet se për shumë sani ja kemi pohari, nuk janë veç negative. Janë shumë pozitive, se na kanë bashku nga krejt venet e ndryshme, Evropë, edhe kontinente tjera. Shumë mirë. Po, që sheni t'ju kalu nga Franca në Paris? Okej, në Paris kam qenë 2 herë. Vend shumë i madhë, ne jemi mësu në Zvicra shumë e vogël. Kur shkojmë dhe në tjera, lodhëm, putem, mu kom të varëm qeven. Unë një ditë e lodhur, shumë, kam qenë këto ditë, shumë. Dhe një dhimbje pas kokër për sfiden po e mboj. Alma, gjdo transformim, unë nga New Yorku, hello, darling. Thank you for watching and following me. A e dini sa shumë e du Ameriken, e sidomos New Yorkin, edhe komplot familjes atje, po hala s'kum shku. Nga Finlanda, përshëndetje, Aninita, jetin nga Finlanda, okej, shumë mirë, sa mirë dhe sot për i veneve të ndryshme. Olma, se keshtu të tonë ty dhimbje kokës, ose ke përjetu diçka shumë, në mënyrë emocionale, ose e ke përbi e ke ndryrë ndonjë emocion, ose jetu transformu thjesht. Edhe transformimet kur të bohen, që lëshojmë diçka të vjetër, e him programet reja, edhe aty na shfaqen dhimbje trupit. Edhe është shumë okej, thjesht pranoje, unë e kom vajzën në Londër për momentin, edhe për më thirë ma herë, për më thotë, mami, për më dhamë trupi shumë, Pe Albana, shumë e mirë qenë, ke falenderit shumë, sigurisht se edhe ju e di krejt mirë. Blendina, përshëndetje, mirë se erdhe, Gana Sahiti, për shoh do emra 3 që si kom dëgju asnjëherë, ju përshëndes shumë dhe falenderit shumë që ndjekni profilin tem.
Edhe që keshtë të tregu, po thot, po më dhamë shumë trupi, po më dhamin kom, nuk e di çka kom, edhe thashtë thjesht veç pranoje. Se dija të shkoj të mjeku, unë jam shumë, nuk i preferoj këtu sane, se di që vërtet janë procesi që i bon trupi. Na njerëz non-stop ballavaçohen me emocione. Non-stop. Të vonë çdo ditë. Edhe çdo herë transformohem, po shumë shpesh nuk jem vetëdijshëm që jemi të transformuar edhe trupi reagon thjesht në këtë mënyrë. Ganimete Goshi, përshëndetje. A do me fillu me hipnozën me njëherë, se kur po rrim shumë, edhe që pyes para se me fillu me hipnozën. A e njefni këtë? E njefni apo se njefni, ma shkruani po jo. Po mendon të vajza jeme, ajo shkon shumë shpesh në Londër, s'pakti 2 herë në mujt. Nuk e besoj, po thjesht janë procese, janë ndryshime që i bën trupi. E njefni këto apo se njefni? Jo. Okay. Kjo quhet rrethi i jetës, është në gjermanisht. Është rrethi i jetës. Kjo na tregon se ku kemi ecë më përpara në jetën tonë, ku kemi ngecë më mbrapa. Ta lexoj kështu. Këtu janë Beziehungen, pjesa. Beziehungen janë raportet, për shembull raportet me shoqëni, me njerëz, edhe partneriteti, lidhjet i bën në shqip. Kjo këtu është karriera, këto 2 fushat këtu, që hyn në karrierën. Masanaj është zhvillim personal, që unë e quaj më shumë shkatërim personal. Edhe është këtu shëndeti. Do më thonë, na për me qenë vërtet të përmbushun, edhe me ndje vërtet që jemi duke jetuar të lumtur, duhet me qenë gjitha fushat, po thuja se njëjt të arritshëm. Nëse diku në ngecim diçka, mune me pas probleme me manifestimet. Kjo pra tregon shumë mënyrën e jetesës tonë, na tregon se ku e kemi vëmendjen më shumë gjatë jetës tonë, na tregon se çka po lojmë mas dorës, do të thonë, është vërtet një lloj kompasi që thjesht ty ta tregon mënyrën e jetesës, edhe tregon thjesht se ku je duke mbajtur vëmendjen më shumë, edhe çka je duke lënë, do të thonë, mas, në cilën pjesë të jetës ke ngecë. Vim pas masandaj të kjo, prap, edhe mundeni me pyet masandaj na diçka. Masandaj, pra ta bojmë një herë hipnozën, sepse po na shkon shumë vonë, e bojmë hipnozën për sonë të thonë, du me bo që thjesht shkojmë të takojmë veten tonë tashme. E këmë thonë edhe prom që vetja jonë e ardhshme ekziston, sikur që ekziston vetja jonë e kaluar. Tani, na që jemi këtu, si unë, si fiqëri, edhe ju që jeni këtu të më shiqu, ju keni qenë ma përpara dikush tjetër, edhe tani jeni kriju ky personi që jeni në bazë mendimeve dhe të veprave të juve, në bazë, të më thonë, të mënyrës jetesës juve. Personi i kaluar, edhe personi i ardhshëm, neve na krijojnë personalitetin tonë, manifestojmë ato që jemi tani, jetën reale që kemi për momentin. Tashtit, ajo pjesa që ka kaluar, ajo ka marrë fund. Po zakonisht na njerëzit kur nuk jemi të vetëdijshëm, na gjithmonë mesim mrapa se sa njerëz për shembull nuk munden me lëshu të kalumen. Ose për shembull shumica prej neve, 95% vetëm ata që janë vërtet shumë të vetëdijshëm, munden me u përqendru në momentin e tanishëm, për ndryshe
95% ma shumë jemi kapur për të kaluarën se sa që mundem me qenë prezent në momentin e tanishëm. Tani, pa vedije, na pothuja se çdo herë pra në këtë mënyrë e krijojmë jetën e re edhe krijojmë personalitetin e tanishëm. E pse tash mos ta bojmë me vedije? E pse tash mos ta përdorim atë idealizmin ton të vetes tonë tashme? E kjo është shumë e arritshme. Unë po e them këto në bazë të eksperiencave të mia që punoj me klientat e mi, pothuja se çdo herë kur punoj me hipnozë, gjitha metodat padyshim se ndihmojnë shumë, por për shembull kur punojmë me veten tonë tashme është vërtet shumë e fuqishme, sepse imagjinata nuk dallon, domethënë nuk e din a je vërtet tu jetu, a je tu përjetu vet apo çka. Edhe shumë ndikon kjo në krejt qelizat e tona, edhe në krejt sistemin ton nervor, nervin vagus, ja jepim një informacion të ri. Është me thonë me një farë mënyrë sikur kur jepim trupit ton shpresa, po ato vërtet nuk janë shpresa, nuk duhet me marrë si shpresë, po duhet me marrë thjesht që vetja jote është ikone e ardhshmja. Po tash nëse nuk e shef kur, nuk e paramendon kur, atëherë normal që nuk e ki shumë azor më bo qaj personi, por kur e shef për shembull edhe e imagjinon shumë mirë, e sheh qartë, atëherë masanej kjo është shumë ndihmuese për vërtet sepse emocioni gjithmonë krijon mendime më të mira. Mendimet janë emocioni, po mvaret kur për shembull na ndikojnë në emocion me hipnozën, masanej edhe mendimet janë pak më pozitive se sa negative. Edhe sa më pozitive mendimet, aq më i mirë emocioni, aq më i fuqishëm, aq më e fortë është energjia, edhe aq më lehtë himen veprim. Po e bojmë që të hipnozë, që mos ta zgjasim shumë, edhe nëse keni pyetje masanej, pyetni për rrethin e jetës, sepse vërtet është shumë e fuqishme për me manifestu. Si që shtash edhe ma heret, nëse nuk bëjmë vedishëm edhe nuk e kuptojmë se në cilat sferat jetës jemi mrapa edhe jemi më përpara, na këtu për shembull mundem shumë edhe pra me manifestu dëshirat tona, po edhe me kriju lidhje më të shëndetshme, edhe me arrit sukses në karrierë edhe në gjitha. Po, nëse nuk jemi të vedishëm, njëjtë mënyrë çish mundem për shembull me pas ndikim për arritje të suksesit ose të financave ose të shëndetit ose çka do, nëse nuk vedisohem edhe në mënyrë të pavedishme jetojmë çish i ndërton të gjitha këto, mundesh njëjtë mënyrë edhe me i shkatru. Për që ata që kjo rrethi i jetës është vërtet shumë i mirë. Shumë i mirë, vërtet ju ndihmon se ku gjindeni. Ka për shembull njerëz që i pyet, thotë jo në diçka jam mirë, nuk jam keq, i kam në rregull, domethënë kushtet e shëndetit e kështu, po kur t'ja japësh këto, sepse kjo është prej 0 deri në 10 edhe thjesht veç e vizaton cilën fushë për shembull të shëndetit prej 0 deri në 10 në cilin numër gjindesh. Edhe kjo domethënë ta krijon ty një farë lloj fotografie, një farë lloj thjesht një farë lloj imazhi për gjitha sferat e jetës. Nëse jeni gati, na mundem me fillu tani. Hipnoza gjithmonë thonë t'jeni gjysmë të shtrirë ose të shtrirë krejt, por jo ulur. Nuk është meditim, është hipnozë. Edhe mos u tutni për hipnozë, se unë nuk po kuptoj pse njerëzit hala kanë tut për hipnozës. Hipnoza nuk është absolut hiç kurrë, pos një riprogramim edhe është thjesht ndjenja më e bukur që mundesh me përjetu në jetën tënde. Edhe kaq është relaksim total që me meditim për shembull, kur hinën meditim, meditimi është më shumë koncentrim më i madh. Meditimet për shembull janë shumë të mira kur ki me hin provime, që kërkon vërtet koncentrim. Hipnoza është thjesht
relaksim shumë i fill. Është një lloj hipnoze që bëhet diku gjatë për 1 orë që aty, është vërtet kur ta bësh ato, edhe qohesh masanaj duke që ke flajt 10 orë gjumë i ke bu. Sepse është një relaksim tepër i fill. E na me vedije kur në jetën tonë nuk e relaksojmë trupin qashtu. Kur heq. Në mënyrë pavetdijshme na. Gjatë gjithë ditës kur t'jemi të kfjelt, jemi krejt muskujt i kemi të shtangun. Edhe unë për veti tash që e di qësh funksionon, a dini se sa herë e gjoj veten me muskujt shtrëngum. Shumë tepër. E kjo gjithmonë i krijon presion trupit. Me kotën e normal që krijon presion edhe në gjakin edhe në gjitha. Unë po tutna që në të marrë gjumë, i flajnë gjumë, s'ka lidhje, që është nesër më shku në punë. Kjo është gjumë i shëndetshëm, s'ka më shëndetshëm, edhe paka shumë prapë kime marrë informacionin. Ti veçra ato edhe shijoje kënaqëm. Okej? Thjesht shkojmë të takojmë vetën tonë tashëm. A keni bo në i herë, apo si keni bo? Nështë a keni bo ndo një herë me hipnozat që janë për YouTube e kështu? Nuk ka rëndësi, okej, veç më tregoni, a jeni akomodu hala, a t'ju pres? Okej, hajtë po pres, pranaj. Që po vrej edhe unë seriozisht me shtrëngim të muskujve. Muskujt i kemi gjithmonë shtrëngum. E ditem ose nuk e ditem. E a dini sa shumë e dëmton trupin që kjo. Sa e për shembull na që e përjetojmë një emocion jo të këndshëm, trupi automatikisht shtrëngohen, muskujt komplet, a mona nuk jemi të vetëdijshëm. Unë e kur se këmë bu, okej, bane sot, edhe knaqo, shijoje. A ju pëlqen muzika, atë ndroj. Atë ndroj muzikën, a është mirë. A përdoni një kështu ma shumë hipnotike. Kjo është handpan. Okej, gati po thoni që jeni për muzikën, s'po thoni kur gjo. Okej, unë e pe afroj pak. A po më dëgjoni mirë kështu? A jeni të ndëgju mirë? Mirë është? Edhe këto hipnozat që jemi të i bo, une nga një ditë 2 i lo shumë labi. Besa, a kënon labi halas, sa ligoj kur. Ja, përshoj metën ose... Okej. A për me rrit energjin, ato janë të mira, mo që tashtë na e rrisim energjin, kështu metoda tjera. Okej, hajde që tashtë të relaksonu, shijone, vërtet shijone, unë po e nali kamerën teme, se po flas, po ndoke që po flas me vete, mirë mrama, mziu qërimi, mirë mrama. A jeni gati krejt për hipnozën a ju? Sa hyne, okej, tash veç rahatohu. Ndashta ke orë prej punës, ndashta ke pas një ditë lodhshme, tash drejt në hipnozë, o që kime u shkri krejt, kime u knaqë. Sa shumë që i du në këtu o Zot. E, Zot thamë ka një herë ta kësha ditë ma herë që ka kështu dishka. S'ka gjo ma mirë. E kur tute njerëzën, unë nuk mëj mi kuptue. Se thamë që ka jënë të mendu, o Zot. Edhe pak, hajde. Hajde ardit, ora 21, jeni të e po? Faleminderit edhe ty. Kallxoni kur jeni gati. Se po merr gjumi edhe mua. Okej. Gati, a? Okej, shumë mirë. Okej, atë po e mbylli kamerën edhe shihemi. A është e gjatë jo, ose shumë e gjatë? Besoj, me gjithë se unë kur t'hin hipnozë, unë nuk i shkruj për para.
hiun e bashkë me juve, edhe tani më varet kur të më pëlqen shumë, s'di me dalë. Të prit Ardita, hajde Ardit mo. Gjeki, mos flaj pa Janis. Edhe mos i nënvlerësoni se këtu kanë efekt shumë të madh, për zotin e madh. Kanë shumë efekt madh. Mos i nënvlerësoni. Hajde pranaj se Janisën që tash gati, hajdeni, shijone edhe ku më kamera, ashtu. Hajde mirë pofshim, shihemi pas pak. Okej. Atëhere, me sy hapun, koncentronu pak në tavan, me qepollat e juve të buta, koncentroni në tavan, në një pik, lartë syve t'juve, shtrir, me ziu qërimi, shtrir. Okej, qone për pres nga dal, veç për relaksoj pak gjithë tjerë, dhe sa të vishë edhe ti. Mbajeni sytë hapun, koncentruar në tavan, në një pik, mbi sytë e juve, thjesht koncentrohuni në një pik të veçantë. Ndërkohë, liroje trupin, relaksoje atë, mbaj sytë hapur, pa rrehur qërpik, mbaj sytë hapur, pa e rreh qërpikit. Deri sa të lodhen sytë, mbaj hapur, deri sa të lodhen dhe kur të lodhen thjesht mbylli ato ngadalë. Mbylli ato ngadalë, liroje trupin një herë, tash merë, frym, thellë, shtrëngoj gjithë muskujt e tu komplet, me duar, me kom, shtrëngoj muskujt sa ma shumë, edhe lëshoj, shliroj ato. E bojmë edhe një herë. Marrim frym, thellë. Shtrëngoj muskujt, krejt trupin, shtrëngoj me fytyrë, me duar, bani boksa duart, shtrëngoj komt, shtrëngoj gishtat e gomës, krejt trupin shtrëngoje, lëshoje tani vetë dishëm, komplet. Shoje trupin tënë të bukur. Shoje trupin tënë të bukur. Mjaft ke qarkulluar sot. Vendose ta përmbyllësh këtë ditë me energji pozitive dhe me falenderimet më të thella ndaj saj. Merë frym thellë edhe një herë dhe ndjeje një valë dhe relaksimi, si rrshet nga balli jot, nxjerrë frymin jashtë dhe liroj gjithë muskujt e tu. Gjithë muskujt e tu liroj, duke fillon nga fytyra. Lëshoje ballin tënë të butë. Lëshoj sytë e tu. Ndjeje një rëndim që përshkon në për fytyrën tënde. Faqet e tua po zbuten edhe ma shumë. Lëshoje pak nofullën të poshtë. Lësho gjuhën nga qelza, ndjeje si qafa jote zbutet. Krahët e tu po rëndohen, një valë relaksimi po rrshet nëpër krahët e tu. Ndjeje këtë valë relaksimi si rrshet të poshtë, gjokësi tënd, barku tënd. Ndjej organet e tua si fillojnë edhe ato të pushojnë dhe të relaksohen.
Korrizi jot është i rënduar, i drejt. Tani kjo valë e relaksimi përshet ende edhe me poshtë ka belvisi jot. Ka kofshet e tua, ndjej kofshet si rëndohen. Gjojnë tu janë të rënduar tani edhe ato pulpat. Ndjeje këtë valë relaksimi, si rrshet tani në përshputat e këmbës tënde, deri tek maja e gishtave tu të këmbës. Merë frymë thellë vetëdijshëm në këmbët e tua dhe falenderoju këmbëve të tua, sepse sot të kanë mbajtur gjithë ditën dhe të kanë quar ku ke dashur. Nëse po ndjen një shtrëngim ose çfarë do lloj dhimbje në trupin tënd, merë frymë në atë vend. Çoje frymën në atë vend të trupit ku po e ndjen ndonjë presion ose ndonjë tension. Dhe ndjeje frymën në atë pjesë të trupit. Nëse po ndjen ndonjë dhimbje ose ndonjë shtrëngim, thjesht qëndro pak aty me vëmendje. Jepi dashuri kësaj pjese. Çdo dhimbje në trupin ton është vetëm komunikim i trupit me ty, që të tregon se diçka nuk po shkon. Kjo është fuqia e natyrës. Sa perfekt që është. Sa perfekt që është në momentin kur ti vedisohesh se këto dhimbje dhe shtrëngime janë thjesht sinjale dhe komunikim me ty, ti e pranon atë më lehtë. Nuk është sëmundje, është thjesht komunikim trupi me ty. Tani ndjeje një lehtësim edhe më të fuqishëm në trupin tonë, në gjithë trupin tonë. Tani lëshoje trupin edhe 10 herë më shumë, edhe 10 herë më shumë, lëshoj gjithë muskujt e tu. Lëshoj. Vetë ky është shërimi. Ndjeje trupin tënë sa i relaksuar që është tani. Ndjeje si truri yt po lëshon valë më të ulta, frekuenca më të ulta. Dhe ti tani je në një gjendje trance hipnoze. Shijoje sa më shumë që mundesh. Tani vetëdijshëm lëshoje trupin edhe 10 herë më shumë, edhe 10 herë më shumë. Lëshoje, lëshoje, lëshoje trupin. Lëshoje trupin vetëdijshëm tani edhe 10 herë më shumë. Lëshoje. Lësho botën e jashtme komplet. Hyr aty ku është thesari i vërtet, brendia jote. Shumë mirë. Tani ndjeje si aty ku je i shtrirë. Ai dyshet ku je i shtrirë të tërheq si kur magnet.
Ndjeje si muskujt e tu janë aq të rënduar sa që as një pjesë e trupit nuk don të lëvizime. Edhe me dorë nuk mundesh. Tani ti je vërtet në një gjendje hipnotike. Është një gjendje super relaksuse dhe shumë shëruese. Tani me imagjinatën tënde, nga ky vend ku je i shtrirë, shko në një vend ku ti ndihesh mirë. Ndoshta në natyrë, ndoshta në bregdet, ndoshta edhe në shtëpinë tënde në dhomën e gjumit. E rëndësishme është që ti të shkosh në atë vend, tani. Percepto tani ku gjindesh, në cilin vend je. Imagjinata jote nuk bën dallim mes të vërtetës dhe mes vizualizimit. Ajo e merr si të vërtetë. Ku ndodhesh tani ti me imagjinatën tënde? A je në natyrë, në bregdet, në dhomën e gjumit, në oborrin e shtëpisë tënde? S'ka rëndësi. Rëndësi ka që ti tani për rreth teje të perceptosh gjithçka. Ndjeje ajrin e pastër të atij vendi tani. Ndjeje qetësinë dhe paqen brenda shpirtit tënd. Ndjeje gëzimin dhe harmoninë në atë vend. Çka je duke ndëgjuar tani? Çfarë po ndëgjon? Apo e ndjen erën e lehtë ndoshta? Ngrohtësinë e diellit nëse je jashtë. Nëse je në natyrë, shiqoj livadhet, lulet përreth, lisat e gjatë, dhe ndëgjoj cicërimat e zogjve. Apo shife detin e kaltër, qielli pa asnjë re. Ndoshta zallin nëpër këmbët e tua. Por sidomos ndjeje qetësinë e shpirtit. Sa mirë dhe lehtë që po ndihesh, pa asnjë lloj brenge, pa asnjë lloj shqetësimi. Ti je aty vetëm me thelbin tënd. Ndjeje qetësinë shpirtërore. Ndjeje veten tënde. Tani ti je këtu, pa dashur të kryesh asnjë lloj obligimi. Këtu ku ndodhesh ti tani, nuk pritet asnjë gjë nga ti. Thjesht shijo këtë liri absolute. Shumë mirë. Tani aty ku ndodhesh, kthehu mbrapa shpinës tënde. Kthehu një hap mbrapa.
Kthehu një hap mbrapa, drejtoje kokën para teje aty ku ndodhesh, të shfaqet një derë e madhe, një portë e madhe. Shiqoje si duket. Çfarë ngjyre ka kjo derë? Kjo është dera e ardhmërisë tënde. Tani bëj disa hapa, fillo të ecësh, duke shiquar këmbët e tua. Ec disa hapa, afroju kësaj dere, shiqoje si duket. Pra këtu është dera e ardhmës tënde. Vendose dorën tënde të doriza e kësaj dere. Hapë këtë derë ngadalë. Hapë këtë derë dhe futu tani brenda në filmin e jetës tënde. Ti je personazhi që e luan rolin kryesor në këtë film. Tani hyn dhe merr pjesë në këtë film. Hyr. Wow, kjo është ardhmëria jote. Dhe tani krijoje atë me ndjenjat e tua, ashtu siç ti e dëshiron. Ndjenjat janë sekreti dhe ti e meriton më të mirën. Askush mbi këtë tokë ndjenjat e tua nuk mund t'i rrëmben. Tani është koha jote. Luaje rolin tënd kryesor mbi jetën tënde. Krijoje tani atë vetëdijshëm. Wow, ndjeje si energjia jote rritet në ty. Tani shiqo veten tënde si po duket. Ti mund ta vendosësh vet. A don ta takosh veten tënde pas një viti, pas 3 viteve, pas 5 viteve. Vendos ti vet. Takoje veten tënde mbas një viti, 3 vite apo 5 vite. Ku është vetja jote tani? Bëhu i vetëdijshëm dhe shko tek vetja jote tani me hapa shumë të sigurt. Shko në jetën tënde, të ëndrave tua. Shko dhe takoje vetën tënde të ardhme. Tani dili përpara. Vetja jote është mjaft e befasuar, që po shkon dhe po e viziton. Nuk të ka pritur. Por tani ajo është shumë e gëzuar. Dhe po të uron që e more këtë hap ta bësh, të shkosh të takosh atë. Ua, ndjeje sa ndjenjë e mirë është ta shohësh vetën tënde të ardhshme. Imagjinoje komplet veten tënde si po duket ajo apo ai. Çfarë flokësh ka? Çfarë ka veshur? Shiqoja edhe qëndrimin e trupit, sa shumë vetbesim që ka.
sepse ja ka dalur me sfida dhe pas sfida. Vetja jote ka krijuar jetën e ëndrave. Ndje si po ndihet vetja jote tani. Ndjeja vetbesimin. Shife sa krenar dhe i guximshëm është vetja jote e ardhshme. Ku është duke jetuar vetja jote e ardhshme? Shife në cilin vend është. Shife, perceptoje tani. Ku është duke jetuar? Në cilin vend? Në cilin shtëpi apo në cilin banesë? Merë kohë ta luash filmin tënd. Ti je aktori me rolin kryesor në filmin tënd. Çfarë trupi ka vetja jote? A është vital? Është i fortë? Me trup të bukur? Dhe me një qëndrim të drejtë? Ndjeje guximin. Njëjtë si vetja jote e ardhshme. Ndjeja atë. Si po ndihet mentalisht vetja jote? Sa është i shëndetshëm mentalisht dhe fizikisht? Shiqoje, çfarë stili të jetës ka? Ndjeje emocionin e vetës tonë të ardhshme. Ndjeja guximin dhe fuqinë brenda vetës që e ka. Tani me çka merret vetja jote? Sa është i suksesshëm në karrierë apo në punën që po e bën? Çfarë karriere është duke ushtruar? Sa është i suksesshëm? Çfarë profesioni ka? Pastaj shife veten tënde të ardhshme, sa lidhje të bukura ka me partnerin dhe me njerëz të përreth. Shife sa i përmbushur ndihet vetja jote. Është i rrethuar me më të dashurit e tij. Shife veten tënde me familjen e vet, me partnerin që e don, me partner apo pa partner, por sidomos me njerëzit që i don. Shife tani. Shife, kush është aty me të? Ndjeje gëzimin, ndjeje lumturinë e vetës tënde të ardhshme. Wow! Sa i suksesshëm që është. Në të gjitha fushat e jetës që ka dalë. Dhe tani ku ndodhet me financa vetja jote? Shife veten tënde të lirë financiarisht, të pamvarur, super të suksesshëm.
Ndjeje si një zjarr dhe një energji e kaplon gjithë trupin tënd. Dhe tani t'je më gati se kur për të vepruar. Kjo është energji seksuale. Kjo është energji krijimi. Ashtu si ne ndihemi, ashtu ne veprojmë, ashtu ne krijojmë. Me energji seksuale, pra, është energjia më e fuqishme e krijimit. Çdo gjë që bëhet me dashuri të madhe është të bërit dashuri, jo vetëm me trup, por edhe me mendje. Ndjeje dashurin brenda teje, ndjeje si një zjarr kaplon gjithë trupin tënd, si kur më parë. Ndjeje sa i përmbushur je në të gjitha sferat e jetës. Ndjeje tani. Tani, ktheu tek vetja jote e ardhshme. E bërja disa pyetje. Si ja doli vetja jote e ardhshme? Të arri qëllimet e veta. Pyete tani dhe mbaje mirë në mend përgjigjen. Mbaje mirë në mend përgjigjen e vetes tonë të ardhshme. Çfarë po të thotë? Mbaje mirë në mend. Tani mbështjelle veten tënde të ardhshme me një ngjyrë që të shfaqet në imagjinatën tënde. Mbështjelle me një ngjyrë që shfaq imagjinata jote. Kjo ngjyrë do të shërbej ty në të ardhmen, që nga sot e tutje, kudo që e shef këtë ngjyrë, kjo do të çon ty në të ardhmen. Dhe në momentin që ti e shef këtë ngjyrë, të kujtohet përgjigja e vetes tënde të ardhshme. Në mënyrë që edhe ti të veprosh, që mbas një viti, 3 vite apo 5 vite, edhe ti të jesh aty ku është vetja jote e ardhshme. Sepse ajo pret aty për ty. Pra tash e tutje sa herë që ti e shef këtë ngjyrë, kjo të çon ty automatikisht në të ardhmen tënde. Dhe kjo ngjyrë e zgjon zjarrin e madh brenda teje. Dhe nga sot e tutje ti do jesh i pandalshëm në çdo fushë të jetës tënde. Këtë fuqi askush nuk mundet me ta marrë. Kjo është dhurata më e madhe që ta ka dhënë Zoti çdo njeriu që ka krijuar. Dhe kjo është një arsye sepse ti nuk guxon të paragjykosh askënd. Sepse këtë fuqi pra, askush nuk mundet me ta marrë. Pos ti me mos vetdije, duke ja limituar vetes gjitha.
Tani mund të kthehesh prap mbrapa, duke u përshëndetur nga vetja jote e ardhshme dhe duke i premtuar vetes tënde të ardhshme se nga sot e tutje ti nuk do ndalosh për të arritur qëllimet e tua. Tani merr frymë thellë, imagjinoje atë ngjyrë që ke imagjinuar më herët, si e mbush të gjithë trupin tënd me energji krijuese. Dhe ndjehu me falendëruese sepse ke bërë një hap shumë të rëndësishëm sot në jetën tënde. Ndjeje falendërimin e thellë ndaj vetes tënde. Spare që more kohë për veten. E dyta që takove veten tënde të ardhshme. Jo të gjithë janë të vetëdijshëm për këtë akt. Mos humb kohë duke u marrë me gjanat kota. Ktheu ka vetja jote. Këtu është potenciali i vërtetë. Tani lëre pak të ndikoj kjo hipnozë në ty. Ndjeje fuqinë brenda vetes. Ndjeje sa i fuqishëm që je. Ndjej që lizat e tua sa të lumtura që janë tani. Shumë mirë. Tani shijoje këtë qetësi, këtë lumturim brenda teje për disa sekonda. Dhe falenderohu për çfarë e ndjen zemra jote. Një falenderim mjaft të thellë. Tani. Tani me një frymarrje të thellë, fillo të aktivizosh prap muskujt e tu. Duke filluar të lëvizësh gishtat e këmbëve të tua ngadalë. Dhe ndjeje si prap trupi yt fillon të kthjellet e më shumë. Me çdo frymarrje ti ndihesh edhe më i fuqishëm dhe je më afër vetes tënde të ardhshme. Me çdo frymarrje ti shkon edhe më përpara. Ndjeje trupin tënd si çdo sekond kthjellet më shumë dhe më shumë. Tani edhe më i kthjellur, edhe më i kthjellur. Truri yt po fillon të kthjellet, të krijoj valë nga delta në beta. Tani ti në tempon tënde mundesh me i hap syt ngadalë duke perceptuar dhomën përreth teje. Dhe kur të jesh gati mund të kthehesh këtu dhe në tani. Me plot dashuri për jetën. Mirë se vjen. Unë po ju pres. Apo kthjelleni ngadalë, apo jeni tani thjesht në ato frekuencat ku ishim më përpara.
E di si ju duhet pak kohë me u këfjell. Unë po ju pres. O, sa mirë. E pove vetën tonë. Shumë mirë, shumë mirë. Kjo është një hipnozë, nuk është meditim, është hipnozë. Është shumë më e fuqishme se meditimi. Sonte e kemi natën e parafundit, edhe nesër do t'jemi live, edhe do t'a përfundojmë këtë sfidë së bashku. Hera por një hipnozë, okej. A mujtet me u lëshu, sigurisht se po, por okej, shumë mirë. Nesër do t'a bojmë një meditim, edhe ta shifni edhe ju vetë pak a shumë çka është dallimi mes meditimit edhe mes hipnozës. Hipnoza pra është relaksim shumë i thellë, edhe me hipnozën punoj me imagjinatën. Ishte aq e rënduar, ndjeva sikur më ngacon diçka, por e vazhdova përsëri. Okej, s'ka lidhje. Ajo energjia nëpër trup çdo herë lëviz. Edhe apo e shihni që hipnozat nuk janë asnjë gjë frikshme, nuk kem çka më frigu, as nuk ndalohet me fi, as me kurgjo, sepse thjesht është imagjinata që ta ka dhuruar Zoti, i lumizot. Na me fotografi që na shfaqen në tru, non-stop krijojmë. E kështu që me i përdor këto fotografi me vetdije, këto pra bëhen përmes hipnozave. Edhe sa më shumë që na i përdorim këto fotografi të mbrëmshme, pra përmes imagjinatës, atëherë na veç krijojmë në atë mënyrë se si na dojmë. Sepse është energjia ndryshe. Ndryshon energjia në trupin tonë. E ty kur ndryshon energji, krijon emocione të reja, krijon lidhje të reja nervore. Edhe në këtë mënyrë na i shlym programet e vjetra, ndërtojmë programe të reja në sistemin tonë njerëztoshëm. Edhe në këtë mënyrë na shkojmë duke u transformuar çdo herë më shumë. Por mos harroni, a patet ndonjë pyetje për këtë rrethin e jetës apo jo? Edhe diçka ndoshta me cik, sepse shumë njerëz për shembull që nuk kanë edhe lidhje të shëndetshme për shkak se janë shumë fokusuar ndoshta nga puna. Ky rrethi domethënë, deshta me thonë që na duhet të jemi për secilën fushë që e kemi, se gjitha këto fusha i kemi në jetën tonë. Por na duhet të jemi në çdo fushë të jetës tonë shumë falënderues. Sa shumë njerëz për shembull fokusohen aq shumë në punë, aq shumë në karrierë, duke e lënë familjen anësh. Pra, ta bëjmë një vizatim. Kjo pika, kjo jemi ne. Okej, secili do më thonë person individual. Tani nëse ti fokusohesh komplet në karrierë, këtu është puna jote, okej. Tani ti ndoshta aq shumë fokusohesh në karrierën tënde. Okej, vete çpak. Hobby, Freizeit, financa, profesioni. Njerëzit që i lojnë familjet anësh për shkak punës, do kështu për shembull. Që të kemi edhe marrëdhënie të mira, është shumë e rëndësishme që na bedisohem, domethënë, ndaj këtij rrethi tjetës. Pra po e shihni këtu është familja e profesioni apo ndonjë hobi që kemi. A jam të e po mirë? Jo, thjesht profesioni është këtu. Masandej këtu është karriera, ku ke karriera? Kjo është dhe më thonë karriera, po, tamam këtu. E këtu është familja. Tash sa shumë njerëz e rrezikojnë familjen e tyre, tu e lën anësh
për shkak duke vrapu pas karrierës. E shifni këtu? E ky rreth i jetës tonë, pra, neve na ndihmon me bu shumë të vetëdijshëm edhe me pa veten se ku ndodhemi. Ku ndodhemi. Okej. Kjo është domethënë pak sipërfaqësore që po ja u tregoj, që është shumë e rëndësishme që nëse duam të takojmë veten tonë tashme, të bëhemi të vetëdijshëm për gjitha fushat e jetës. Edhe ta dërgojmë energjinë me vetdije aty ku duhet. Nëse këtu deri tani kom shpenzu komplet energjinë, edhe këtu e kam lënë energjinë anër, domethënë këtu s'kam investuar energji, atëherë normal që këtu kjo rritet, por kjo këtu fillon të zvihet. Edhe në këtë mënyrë rrezikohet edhe domethënë partneri, familja, masandej vjen edhe shëndeti e kështu me radhë, kështu që është shumë e rëndësishme ta kuptojmë edhe këto përpara se të fillojmë vetëm me pa veten tonë tashme. Unë këtë live do ta postoj në YouTube, i keni gjitha live-et e mia, prej se kemi fillu me bo këtë sfidë 7 ditore, po shpresoj e uroj shumë që vërtet edhe këtë sfidë paka shumë keni mujt me mbajt se veten tonë tashme që e vizualizuam tani me hipnozën, edhe gjitha këtu që po ju japu në këto teori, nëse nuk i praktikoni janë të kota. Masanej nuk ka me thonë, jo valla se nuk janë kur gjohë këtu sanë, s'nimojnë, me arë me dyshime, edhe ndoshta me paragjykime, e kështu më radhë, sepse këto janë thjesht për me u përjetu, për me jetu vetë. Nëse nuk i jeton vetë, atë normal që nuk mundesh edhe me u bindë, edhe nuk mundesh prapë me kriju programe të reja. Okej, mbaruam një orë prapë, unë thjesht jom knoq, edhe shpresoj që edhe ju shpresoj se vërtet paka shumë të ketë ndikuar kjo sfidë në juve, t'jeni vetëdisu pak më shumë, ta keni kuptu që energjia vërtet ndryshon kur na ndryshojmë brenda neve, se jemi të mësuar me mbajt fokusin vetëm në botën e jashtme. Edhe mos harroni edhe diçka, vërtet sinqerisht po them, jeni ma falënderues. Jeni ma falënderues sepse unë e shoh që në përgjithësi populli jon, sidomos ne shqiptarët jemi shumë pak falënderues, gjithçka e marrim si është sikur me borxh me ta pas dikush, me borxh njerëz dashur, kërkush nuk ju ka kur gjuh, as edhe një fjalë më të vogël më u thon, kush nuk ja u ka me borxh, asnjë gjë. E na kemi në kohë sodit mjaft njerëz që me vetdije këqyr me dëmtu, e këqyr me të shkatru, e këqyr me ta shkatru jetën me familje, me financa, me gjithçka. E kur kemi njerëz në jetë që na dojnë të mirën, sinqerisht po ju them, jeni falënderues. Jeni falënderues se ndoshta neve na duket pak se hajt se nuk ka lidhje këtu për pak se e kemi zakona me mendu kështu. Hajtë se për pak s'ka lidhje, hajtë se këtu gjithçka ka lidhje. Sepse ju kom të regu sa herë edhe prapë ja u tregoj që nëse e më gënjeni mu, nëse gënjeni dikon tjetër, kjo është shkolla e emocioneve që është vetë Zotin aty. E ti nashta më gënjen mu e gënjen dikon tjetër, po Zotin kur nuk mundesh me gënjen. Do më thonë, emocioni brenda teje që ndihet kur nuk gënjen. Kur hiq, kështu që jeni falënderues për çdo njeri në këtë tokë, edhe në jetën e juve që vjen edhe t'ja ushtrin dorën edhe t'ju ndihmon. Natyrisht t'jeni falënderues edhe ndaj meje, po edhe çdo personi tjetër se çysh ju thash, askush absolut hiq me borxh nuk ju ka. Edhe mos mendoni se çdo herë ego mendon se hajt se secili ka për interesin e vet, secili ja del. Njerëz dashur secili mundet me ja dal. Po ata njerëz që vërtet na duan të mirën, për ata njerëz na e para duhet jemi shumë falënderues, edhe e dyta
të mundohemi e t'i mbajmë afër vetes, sepse njerëz që ta duan të mirën vërtet nuk ka. Nuk ka njerëz të këqij. Njerëz të këqij nuk ka absolut hiç. Po thjesht në atë mënyrë veprojnë nga programet që i kanë. Edhe mos harroni se frekuenca e emocioni i xhelozisë është një emocion që është ekstrem, shumë thellë në qelizat e njerëzit edhe në DNA-n e tyre. E kështu që po ju them, jeni shumë falënderues ndaj personave që i keni në jetën e juve, që ju zgjasin dorën. Me kaq po e përfundoj, ju uroj një mbrëmje të mirë, ju uroj gjumë të mirë, edhe uroj shumë që gjithçka që kemi punu, që kemi bo bashkë këto ditë të ju ndihmojnë në mënyrën më të mirë. Edhe nesër do jemi live, edhe masandej do të shifemi herave tjera ku me ditë se ku. Mirupafshim edhe natën e mirë.